Përshëndetje të nderuar shikues, po fillojmë me përmbledhjen e ngjarjeve që e karakterizuan javën që lan pas në Gjakov. Në një marrëveshje që Kosova, Shqipëria dhe Kroacia bën muaj më parë, u vendos që autoblinda Shota të fillon të ndërtohet edhe në Kosovë. Në një përgjigje me shkrim nga Ministria e Mbrojtjes, u tha se aktualisht janë në fazën logjistike dhe po bëjnë përgatitjet që ky proces të fillojë së shpejti. Automjeti i blinduar apo autoblinda ushtarake Shota e dizajnuar në Shqipëri nga Timak u prezantua për herë të parë në panajirin ndërkombëtar të mbrojtjes Eurosatory 2024 në Paris, duke tërhequr vëmendje për konceptin e mbrojtjes që ofron. Ndërkaq tash, autoblinda Shota do të prodhohet edhe në Kosovë në kuadër të bashkëpunimit me industrinë e mbrojtjes, të arritur përmes marrëveshjes trelatare ndërmjet Kosovës, Shqipërisë dhe Kroacisë, e cila u nënshkrua në mars të vitit të kaluar. Mediumi ynë për një përgjigje më të detajuar në lidhje me autoblindën Shota ka kontaktuar me Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës, ku kemi pranuar këtë përgjigje me shkrim. Sa i përket fillimit të prodhimit, ende jemi në fazën e aspektit logjistik të implementimit të kësaj marrëveshje. Megjithatë, lajmi i rëndësishëm është fakti që kemi dakordim me Shqipërinë që të fillojë prodhimi edhe në Kosovë. Autoblinda ushtarake Shota përfaqëson një arritje në fushën e industrisë së mbrojtjes dhe kapaciteteve moderne. E projektuar si mjet mrap, Shota ofron kapacitet transport 2 antar ekuipazhi plus deri në 8 ushtar, blindim balistik BR7 rezistent ndaj municioneve 7.62 mm, trup në formë V, i projektuar për mbrojtje të lartë ndaj minave dhe ijetve, mbrojtje ndaj shpërthimeve deri në 6 kg TNT në një mjet, motor i fuqishëm 6 cilindër, i përshtatshëm për terrenet të vështira, ulse anti-shpërthim, xhama balistik dhe sisteme moderne sigurie, platformë në kulm për armatim, sisteme ndriçimi 360 shkallë dhe pajisje operative mbështetëse. Të gjitha këto specifika e bëjnë Shotën autoblind të përshtatshme për misione patrullimi, eskortimi, transporti trupash dhe operacione në mjedise me rrezik të lartë, pasi garanton mbrojtje, mobilitet dhe efikasitet operacional në përputhje me standardet bashkohore ushtarake. Përmes prodhimit të autoblindës Shota, Kosova përfiton përveç se në aspektin ekonomik dhe në aspekt të ngritjes së kapaciteteve të FSK-s, pasi synimi ynë është ndërtimi i një force të aftë dhe koherente me zhvillimet e reja teknologjike dhe taktikat e luftës bashkohore. Disa mbetje nga tulltoria në Gjakov janë derdhur në një pjesë të lumit Krena. Përderisa banorët e zonës këtë probleme adresojnë të ndërmarrja tulltoria, në anën tjetër nga këta të fundit, bëjnë të ditur se ato mbetje u përdorën nga vetë banorët dhe pastaj u gjuajtën. Përmbytjet e 6 dhe 7 janarit në qytetin e Gjakovës kanë shkaktuar dëme të mëdha materiale. Përveç rreshjeve të dendura të shiut, disa banorë thonë se edhe mbeturinat e shumta kanë ndikuar në përmbytje. I rrës qytetarët me zgjujnë mbeturina, këtë lumin për e mush me mbeturina, me bloka, me temelat shtëpia, me sene, teka, uqa, po gjujnë për krejnat e na për i gjujnë. Ate po ngushtohet proni. Na po duhet me shu këtë vend për i tushit me ikë për mbeturinave. Për mbeturina vdel. Në kushtim bëhet vendi edhe del lumi del. Si pas këtij banori, por edhe qytetarëve të tjerë që kanë shkruar në redaksinë e televizionit Syri, edhe tulltoria afër lumit Krena kanë ndikuar që shtrati i këtij lumi të mbushet me mbetje të fabrikës, të cilat më pas përfundojnë në ujë. Tullat vijnë pi fabrikës Sërpanës. Se vetëm fabrika gjun që kujko vendin i gjun këtë në rek i gjun. Shtrati mushet, besa ura apet u gati u bloku. Njëni si ju ka mush këtë me bloka, me zaltë i gjujt mbeturinave. Ndërkohë përgjegjësit e tulltorës si mohojnë këto pretendime. Ata thonë se pamjet e mbetjeve nuk janë rezultati i veprimtarisë së fabrikës, por se bëhet fjalë për materiale që qytetarët vetë i kanë përdorur për shtrimin e rrugëve, e që më pas janë marrë nga dalja e lumit nga shtrati. Në një përgjigje me shkrim nga tulltoria thonë: Po e bëjmë një prononcim lidhur me ankesën e qytetarëve që keni marrë për ndotjen e lumit Krena me copa të bllokave që ne i prodhojmë. Ne theksojmë se fabrika bllokave asnjëherë nuk ka ndërmarrë veprime të tilla. Përkundrazi, ne investojmë mijëra euro në pajisje për mbrojtjen e ambientit, gjë që mund të vërtetohet edhe fizikisht. Copat e bllokave që kanë përfunduar në lumin Krena janë pasojë e vërshimeve të fundit në qytetin e Gjakovës, ku niveli i ujit është rritur ndjeshëm dhe ka pasur përmbytje në shtëpitë që gjenden afër fabrikës dhe lumit.
Banorët e kësaj zone për të rregulluar rrugën që çon drejt shtëpive të tyre e kanë shtruar atë me copa bllokash, të cilat ne ua kemi dhuruar si ndihmë. Rritja e nivelit të lumit ka bërë që disa prej këtyre copave të merren nga uji dhe të shpërndahen përgjatë lumit. Pra bëhet fjalë për një fatkeqësi natyrore dhe jo për veprim të qëllimshëm nga dora e njerëzit. Kjo ka ndodhur vetëm gjatë vërshimeve të fundit dhe asnjëherë më parë. Si menaxhment i fabrikës së bllokave, do të përpiqemi që në të ardhmen të evitojmë çdo mundësi që një situatë e tillë të përsëritet. Ndërkohë mbetjet e tullave kanë arritur deri te ura në rrugën 14 Qershori dhe të njëjtat ende mund të shihen në shtratin e lumit Krena. Në 5 vitet e fundit, si rezultati një organizimi të mirë dhe zbatueshmërisë strikte të rasteve, në regionin e Gjakovës është regjistruar vetëm një rast i vrasjes. Komandanti i stacionit policor në Gjakov, Milazim Lumi, gjatë kësaj jave në një prononcim për mediumin ton, tha se për të gjithë zyrtarët policor, prioritet vazhdon të mbetet siguria e secilit qytetar. Stacioni policor në Gjakov ka shënuar një nga periudhat më të suksesshme të punës së tij gjatë 4 deri në 5 viteve të fundit. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë kësaj periudhe është regjistruar vetëm një rast vrasjeje në vitin 2023. Komandanti i stacionit policor në Gjakov, Major Milazim Lumi, ka bërë të ditur se ky rezultat është fryti i përkushtimit të vazhdueshëm të policisë, por edhe i bashkëpunimit të ngushtë me qytetarët. Në komunën e Gjakovës, këto që mbulon stacioni policor territorin e komunës Gjakovës, gjatë vitit 2025 nuk kemi pasur fare vrasje, mirë po mund të themi me krenari që do të përpos vitit 2023 ku kemi pasur një rast vrasje, nga vitit 2019 e këtej nuk kemi pasur fare vrasje, që është për ta falendëruar popullatën për kulturën, për raportimet të cilat bën që në start që evitohen të mos vite me keqja e rastin e vrasjeve, po ashtu si rezultat i punës edhe i policëve të stacionit policor këtu në Gjakov, është edhe puna kreative ku arrin që të zbulohen rastet në mënyrë që të mos lëmë mundësi për incidente më të mëdha. Komandanti Lumi vlerësoi edhe rritjen e nivelit të zbulueshmërisë së veprave penale, duke shtuar se shumica e rasteve janë trajtuar me profesionalizëm dhe në kohë rekord. Këtë vit kemi pasur ngritjen e zbulueshmërinë e rasteve, vitin e kaluar kemi pasur zbulueshmërinë e veprave penale 74%, ndërsa këtë vit e kemi 81%, që është një trend mjaft pozitiv, mjaft i mirë. Ne dëshirojmë që vërtet zbulueshmëria të jetë 100%, por është e pamundshme të gjitha rastet të zbulohen, mirë po shumica e rasteve të cilat janë raportuar në stacionin policor të Gjakovës gjatë vitit 2025 janë zbuluar dhe janë dërguar para organeve të drejtësisë. Major Milazim Lumi tregoi edhe se ku është më shumë fokusi te zbulueshmëria veprave penale. Ne fokusin e kemi te zbulueshmëria e veprave penale, siç janë vjedhjet e rënda, vjedhjet, kanosjet, vrasjet në tentativë apo rastet e shpërdorimit të pasurisë, kështu që do të një pjesa më e madhe e veprave penale të cilat ndikojnë në jetën e qytetarëve do të janë zbuluar dhe janë trajtuar dhe proceduar më tutje. Sipas tij, puna preventive, patrullimet të rregullta dhe komunikimi i vazhdueshëm me komunitetin kanë ndikuar drejt për drejt në uljen e kriminalitetit. Përfaqësuesit e policisë bëjnë të ditur se do të vazhdojnë me të njëjtin intensitet të punës, me synim ruajtjen e rendit, sigurisë dhe besimit të qytetarëve. Deri më 23 janar do të qëndrojë e hapur thirrja për të gjithë qytetarët që u dëmtuan nga përmbytjet e janarit. Familjet të dëmtuara përmes fotografive dhe formularit të plotësuar duhet të paraqesin dëshmitë të dëmeve në zyrën e arkivit në Gjakov. Ndërsa pas dorëzimit të dëshmive, komisioni do të bëjë verifikimin e dëmeve të palës së dëmtuar nga vërshimet.
Të gjitha familjet e dëmtuara nga vërshimet e ndodhura në komunën e Gjakovës gjatë javës së shkuar, raportimin e dëmeve mund ta bëjnë në zyren e arkivit të komunës deri me 23 janar. Në procesin e pranimit të kërkesave për vlerësim, qytetarët janë të obliguar që të paraqesin një kërkesë me shkrim ku specifikohet lloji i dëmit, pastaj kopjen e letër njoftimit bashkë me fotografi që dëshmojnë dëmet e shkaktuara nga vërshimet. Pala e dëmtuar gjithashtu në dëshminë e tij duhet të prezantojë edhe një numër kontaktues. Në një postim publik që Komuna e Gjakovës bëri në faqen zyrtare, është kërkuar nga familjet e dëmtuara që të respektojnë afatin e aplikimit me qëllim që komisioni të ketë mundësi të bëjë vlerësimin e të gjitha rasteve me kohë. Një shtëpi rrezikon të shembet në Gjakovë si rezultat i dëmtimeve që ka prej kohësh. Struktura e saj është shumë e dëmtuar dhe shumë shpesh për skaj rrugës bjen edhe copa nga ndërtimi, duke rrezikuar banorët e posaçërisht edhe fëmijët, të cilët shumë shpesh e frekuentojnë këtë zonë. Ndërkohë nga pronari i shtëpisë, televizioni Syri ende nuk ka arritur të sigurojë një përgjigje se çfarë do të bëhet me objektin e tij të pabanueshëm. Një shtëpi e vjetër në rrugën Abedin Tërbeshi po vlerësohet si rrezik serioz për banorët dhe për kalimtarët që frekuentojnë këtë zonë. Banorët thonë se kjo gjendje po vazhdon prej disa vitesh dhe se sa herë ka rreshë shiu apo bore, objekti dëmtohet edhe më shumë dhe copa nga muri apo hapësirat e tjera të shtëpisë bien në tokë. Është urdhzu, shënisim vasasajna është urdhzu kjo, që sa kosh, kështu vetë shkan to shem. Kjo është edhe rrezik më ndonë ai fëmijë ose ai kerr ose diçka, mirë po kur formasa nuk marrin tek mëna për mi urdhzu. Rreziku është më i madh pasi në këtë rrugë qarkullojnë çdo ditë fëmijë. Banorët kanë kërkuar vazhdimisht ndërhyrjen e institucioneve përkatëse, por deri me tani nuk është marrë asnjë masë konkrete. Ki njerëz, ki fëmijë që luajnë kia se ton verën e got, edhe dimi tash është që shtopi, po ç'ke gjendje është e kësaj. Nuk merr kërkush masa. Kemi kërkuar edhe në punë, mi po kur farmase nuk nda marrë. Me qenë se ky objekt është pronë private, ne kërkuam të marrim një përgjigje edhe nga pronarët e kësaj shtëpie. Mirë po deri në transmetimin e kronikës nuk kemi arritur të sigurojmë një përgjigje në lidhje me këtë çështje. Vërshimet e fillimi janarit nuk kursyen as tokat bujqësore. 10 hektar tokë mbuluan nga uji, duke penalizuar kulturat e mbjellura stinore dhe përgatitjet për mbjellet e atyre pranverore. Gjavita Alia nga fshati Hereq është njëri nga bujqit e shumt në komunën e Gjakovës që u dëmtua nga përmbytjet. Vërshimet e 6 dhe 7 janarit përveç dëmeve në shtëpi, lumenj dhe kanalizime kanë shkaktuar dëme të mëdha edhe në bujqësi. Xhavet Alia nga fshati Hereq thotë se në parcelën e tij uji ka vërshuar nga ura pasi sasia e ujit ka qenë shumë e madhe. Dame ka bo, po qa duhet me bo, qka është, duhet me fillu me evitu, mirë po pak, do dame janë pak më të kushtueshme, që kushtojnë bukur mirë në buxhetin tonë. Shefe, unë kam një plagë vjetër sa e përket ujrave, e kemi atje në rrugën kryesore, kur është shtru asfaltimi, është bërë infrastrukturë, që është një kërvepër për neve kënej, nuk mund të muan ku. Mirë po, aty nuk kanë dëgju në luginën, ku lidhet shpati me shpat, unë kam insistu që të bëhat një urë. Sepse, këtu janë pyje, ka krasitje, ka premje druve, edhe vinë mbeturinat e druve, vinë mbeturinat që i hullin njerëz që nuk mendojnë ma gjatë, edhe mundën më bloku tubat. Kur blokohen tubat, vjen të grumbullu, edhe bën erozion të tokës. Alia thëtë se vërshimet kanë bërë që të shembet edhe dheu në parcelat ku kishte të mbjella aronia. Tu shifet që ka bajt token në aroni dhe në arratje. Janë 1, 2, 3 kanalet cilat tash duhet mi rikoperu disi. Po ashtu nga uji i shumt janë dëmtuar edhe rrethojat për rreth arave bujqësore. Shifet edhe rrethoja atje te Monaferra, janë rrëzu shtyllat e betonit, është rrëzu rrethoja e hekur që është, mirë po, jemi ku jemi. Xhavet Alia kërkon ndihmë nga institucionet lokale dhe qeveritare për të sanuar dëmet dhe problemet e shkaktuara nga vërshimet.
Për shkak të ligjeve në fuqi, disa asamblistë në Gjakov, edhe pse me shumë mundë fituan ulëse në kuvendin komunal, ata janë të detyruar të zgjedhin mes pozitës së antarit të kuvendit komunal apo pozitës në sektorin publik. Kushtrim Brahimaj, menaxheri i burimeve njerëzore, thotë se deri më tani 2 asamblistë kanë zgjedhur të pezulojnë vendet e tyre të punës, ndërsa disa të tjerë refuzuan pozitën e asamblistit, duke zgjedhur atë të sektorit publik. Edhe pse punuan fort për të siguruar ulëse në asamble, legjislacioni në fuqi u pamundson disa asamblesë të vëmbajtjen njëkohësisht të pozitës së zyrtarit publik dhe të antarit të kuvendit komunal. Për këtë arsye, ata janë obliguar të zgjedhin mes dorëheqjes nga funksioni i asamblistit ose pezullimit të marrëdhënies së punës në sektorin publik. Kështu ka bërë të ditur menaxheri në zyrën e burimeve njerëzore në komunën e Gjakovës, Kushtrim Brahimaj. Asambleja komunale tashme ka marrë mandatin e ri, i dalë nga zgjedhjet lokale të vitit të kaluar. Në këtë kuadër, asamblejistët të cilët janë zyrtar publik të zgjedhur përmes konkurseve publike, legjislacioni aktual nuk i lejon që të mbajnë në të njëjtën kohë edhe pozitën e antarit të kuvendit komunës dhe pozitën e zyrtarit publik. Për këtë arsye, të njëjtit ne i kemi njoftuar me kohë se duhet të bëjnë pezullimin e marrëdhënies punës, konkretisht pezullimin e pozitës si zyrtar publik, ose të tërhiqen ose japin dorëheqjen nga pozita e asambleistit. Disa prej asambleistëve të zgjedhur kanë zgjedhur që të japin dorëheqjen nga pozita e asambleistit dhe të mbajnë pozitën e zyrtarit publik, ka të tjerë që kanë zgjedhur që ta pezullojnë marrëdhënien e punës dhe të vazhdojnë të jenë antar të kuvendit të komunës. Sipas tij, shërbyesi civil dhe zyrtarët publik janë të detyruar ta pezullojnë marrëdhënien e punës në rast të zgjedhjes si antar të kuvendit komunal apo emërimit në ekzekutiv, me përjashtim të përformuesve të artit dhe kulturës. Të gjithë zyrtarët publik, përjashto këtu përformuesit të artit dhe kulturës, duhet që të japin dorëheqje, në këtë rast të pezullojnë marrëdhënien e punës. Brahimaj gjithashtu shtoi se me këtë vendim kandidatët janë njoftuar me kohë për të gjitha proceset që i obligon ligji. Faktikisht edhe përmes televizionit syri, edhe përmes postës elektronike zyrtare, të gjithë janë informuar me kohë për secilin proces që i obligon ligji. Në këtë rast, kategoritë e zyrtarëve publik që obligohen ta pezullojnë marrëdhënien e punës në rast të zgjedhjes si antar i kuvendit komunës apo zgjedhjes në ekzekutivin, emërimin në ekzekutivin e komunës, janë shërbyesit civil dhe shërbyesit publik. Të njëjtit janë të obliguar sipas ligjit ta pezullojnë marrëdhënien e punës, përderisa përjashtim siç e thash më herët bëjnë vetëm përformuesit e artit dhe kulturës. Mirë po, ne i kemi njoftuar, mund të shihni edhe në arkivat tuaja edhe publikisht. Të njëjtën informatua kam dhënë dhe besoj që ata kanë qenë të njoftuar me kohë. Gjithnjë sipas menaxherit Brahimaj, deri më sot pozitën e zyrtarit publik e kanë pezulluar 2 nënpunës dhe kanë vendosur të vazhdojnë si antar të kuvendit, ndërsa të tjerët kanë dhënë dorëheqje nga të qenit antar i kuvendit për të vazhduar marrëdhënien e punës si zyrtar publik. Situata me konsumimin e substancave narkotike në nivel vendi është në rritje, duke mos përjashtuar edhe komunën e Gjakovës. Gjatë të enjtës në një intervistë për televizionin syri, psikiatri Zef Komani tha se situata është shumë shqetësuese nga viti në vit, pasi edhe nxënësit e shkollës fillore janë identifikuar si përdorues të substancave narkotike. Viti 2025 ka shënuar një përkeçësim të dukshëm të situatës së përdorimit të narkotikëve në Kosovë. Dr. Zef Komani, psikiatër, tha se çdo ditë më shumë po rritet numri i personave që kërkojnë ndihmë në repartet e psikiatrisë, ndërkohë që edhe statistikat e policisë së Kosovës tregojnë për një qarkullim të madh të substancave narkotike në vend. Fatkeqësisht situata e keqpërdorimit të narkotikëve gjatë vitit 2025 është përkeqësuar. Dhe më thonë në nisë në prej 2 parametra. Parametri parë vizitat cilat bëhen në Departamentin e Psikiatrisë, po ashtu edhe në bazë të statistikave të cilat i publikon Policia e Kosovës. Sipas psikiatrit Dr. Zef Komani, shumica e narkotikëve përfundojnë te konsumatori final, ndërsa konfiskimet përfaqësojnë vetëm 1% të vogël të sasisë totale. Jemi të vetëdijshëm se çdo ditë më tepër është ushtu numri i keqpërdoruesve të substancave narkotike. Nëse policia raporton që janë konfisku diku 1500 kg narkotik të ndryshëm, prej të një afër 20 kg kokain,
nëse dihet që shumica e narkotikëve kalojnë në qarkullim, si në Kosovë, po ashtu në krejt botë, atëherë, domethënë, sasia e narkotikëve që qarkullon nëpër Kosovë, por edhe në Gjakovë është mjaft e madhe. Ai thotë se mungesa e statistikave të sakta në Kosovë vështirëson edhe më shumë vlerësimin real të problemit, ndërsa duke u bazuar në statistikat ndërkombëtare, vetëm rreth 25% e narkotikëve konfiskohen nga policia, ndërsa pjesa tjetër arrin tek përdoruesit. Na fatkeqësisht nuk kemi statistikat mira, sigurta, por Australia ka dalë me statistika zyrtare ku vetëm 25% të narkotikëve konfiskohen nga ana e policisë, ndërsa 75% shkojnë deri tek shpërdoruesi i fundit. Një tjetër shqetësim serioz mbetet mosha e përdoruesve. Sipas tij, çdo ditë më shumë po përfshihen edhe mosha të reja duke filluar nga shkollat e mesme, por tashmë edhe nga ato fillore. Çdo ditë më tepër janë të keq përdor narkotikë të ndryshëm edhe mosha të reja, mund flasim edhe për shkollat e mesme, gjithsesi por edhe shkollat fillore, kuptohet ja fillojnë me marihuanë, atëherë më vonë. Unë frigona që pas 10 vite do të bëhet do të delne pa një bumë i narkomanëve në shoqërinë tonë. Megjithatë, sipas psikiatrit Komani, shqetësues është fakti se gjithnjë më shpesh po evidentohen raste edhe me heroin, kokain, LSD dhe substanca të tjera më të rënda. Faturat e konsumatorëve të ngrohtores së qytetit kanë shënuar rënja prej 5% të çmimit, e kjo zbritje edhe pse e vogël. Drejtori i ndërmarrjes Blerim Halilaj u shpreh se konsumatorët e kanë mirëpritur. Halilaj gjithashtu premtoi konsumatorëve se deri në fund të sezonit 2025-2026 ndërmarrja do të ofrojë ngrohje të rregullt. Konsumatorët e ngrohtorës së qytetit në Gjakovë po vazhdojnë të marrin shërbime stabile të ngrohjes nga kjo ndërmarrje gjatë gjithë sezonës dimrore. Drejtori i ndërmarrjes Blerim Halilaj thotë se pavarësisht se mbrëm janë shënuar temperaturat të ulta, shërbimet kanë qenë në nivel dhe gjithçka po shkon mirë në ditët e para të janarit. Ditëve të para të janarit të këtij viti, pra me kemi pasur temperaturat më të ulta të regjistruara. Po pa marrë parasysh edhe pse temperaturat kanë rënë dukshëm në natën sapo e kaluam, presim prapërsisht temperaturat të njëjta edhe në ditën e sotit. Prapse të ne nuk presim me pas rregullim të operimit. Temperaturat në rrjet janë komode, pikat fundore që i kemi, që zakonisht ato dinë me qenë më problematike, ato pikave që i kemi temperaturat mirë, nuk kemi pas ndonjë ankesë ose shqetësim të konsumatorëve lidhje me temperaturat në ambientet e tyre. Halilaj gjithashtu tha se konsumatorët që marrin shërbime nga kjo ndërmarrje tashmë vetë se kanë filluar me tarifimin e faturës në zbritje prej 5%. Ne kemi informuar konsumatorët me datën 30 dhjetor të vitit të kaluar se kemi marrë vendimin e zërrjes për tarifimin e ri për sezonën 2025-26. Në këto tarifa është një ulje për rreth 5% në raport me sezonin e kaluar. Sigurisht çdo zbritje për konsumatorët është e pavarshme për shkak se paguajnë më pak për shërbimin e ofruar, për shërbimin e njëjtë të ofruar. Drejtori Halilaj gjithashtu siguroi konsumatorët të ndërmarrjes se gjatë gjithë sezonës dimrore do të ketë ngrohje të rregullt sipas orareve të planifikuara. Vetëm 3 ditë pasi zjarri përfshiu 40% të kapaciteteve të ndërmarrjes Komodita, të hënën e kësaj jave, duket se gjithçka nisi nga e para. Punëtorët u rikthyen në vendet e tyre të punës dhe filluan prodhimin e dyshekëve për të mbuluar nevojat e tregut. Në fabrikën e dyshekëve Komodita Home në Gjakovë nga sot ka rifilluar prodhimi pas zjarrit që kishte përfshirë një pjesë të madhe të hapësirës prodhuese vetëm 3 ditë më parë. Drejtoresha operative e Komodita Home në Gjakovë, Granita Bunari Ferrati, ka bërë të ditur se rreth 40% e fabrikës është djegur, ndërsa prodhimi ka nisur në pjesën tjetër që nuk është shprekur nga flokët. Nga Komodita Home u shpreh se prodhimi pritet të rritet dhe të rikthehet në kapacitetet e mëparshme në një afat të shkurtër kohor. Sot pas domit të cilin që kemi kalu, ku janë dëmtuar rreth 40% të hapësirave totale prodhuese, prej mëngjesit të parë pas asaj nate, ekipet tona janë mobilizuar në maksimum, ekipet e arkitektëve, të inxhinierëve, por edhe të
teknologëve në mënyrë që të bojnë riorganizimin e hapësirave këtu që i kemi në dispozicion, makinerive, organizimin e safit në mënyrë që të riaktivizojmë prodhimin, e cila është arterja jonë kryesore e fabrikës, normalisht me kapacitete shumë më të vogla, po me një plan konkret për rritje sa më të shpejtë të kapaciteteve. Bunari i Ferrati shtoi se nga zjarri janë ndjekur edhe dyshekt që kanë qenë të gatshëm për treg, por theksoi se kjo situatë do të kuptohet nga konsumatorët. Sigurisht që presim mirëkuptim prej bashkëpunëtorëve tonë edhe do të rikontaktojmë gjatë kësaj jave dhe të shohim se çfarë marrëveshje do të marrim, po jam i bindur që të gjithë kanë me pas mirëkuptim këtë situatë, pasi që e kemi pa mobilizimin edhe gatishmërinë e njerëzve dhe bashkëpunëtorëve qysh prej asaj nate kur ka rënë zjarri. Një pjesë e fabrikës Komodita Home në Gjakov, e cila është ndër më të mëdhat në Evropë për prodhimin e dyshekeve, u përfshi nga flakët me 8 janar 2026. Lidhur me shkaqet e zjarrit, rasti është duke u hetuar nga forenzika dhe ende nuk ka një njoftim zyrtar për shkaktarin. Ndoqët për mbledhjen me disa prej ngjarjeve që karakterizuan javën që lan pas në Gjakov, ndërkohë ju vazhdoni të qëndroni me programin tonë. Mirëmbëjtje.